Kolgjoni i Planit. Kolgjoni i Planit ishte një nga koçaqet më të dëgjuar në nahijen e Shkodrës. Emri i tij radhitet për krah Bet Spatanit, Marka Kulit, Zenel Xholekes, Çelo Picarit, Nexhip Kostivarit e të tjerë komit të frikshëm të Otomanit. Lindi në Plan në vitin 1860, probati në shok armësh me Zek Yakinin, i cili luftoi dhe u vra duke shkruar një supermit qendrese me forcat e pushtuesit ton shumë shekullor. Kolgjoni i Planit u vra 2-3 orë para se të vritej Zek Yakini, pasi e pagoi veten mjaft shtrejt.